Me datën 14 nëntor 2025, përmes zyrës së kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, zoti Blerim Yusufaj, konkretisht nga shoferi i tij, më është dorëzuar një zarf që e kom hap në prezencën e tij dhe kom pa që bëhet fjalë për një ftesë të nënshkruar nga prokurori i rastit, i njohur si rasti i Rrezhakut, prokurori Ilir Murina. Kësaj ftese, siç pretendon Kelmendi në këtë takim, i kishte paraprir një takim tjetër. Për më tepër, ftesa për të dëshmuar ka ardhur si rezultat i një takimi që unë kam pas me kryeprokurorin Yusufaj në zyrën time ditën e hënë me datë 10 nëntor 2025 pas orës 13:30. Kam menduar që ka qenë një takim i rëndomt, një takim ku duhet bisedonim thjesht si kolegë, si miq, si persona që njihemi një kohë gjatë, që kemi pas raporte shumë të mira. Pra, kam qenë i mirë për Blerim Yusufaj ton kohën, dhe ai më ka vlerësuar dhe unë e kam vlerësuar si të mirë Blerim Yusufaj. Por biseda që u zhvillu të hënën me datën 10 nëntor ka qenë e orientuar konkretisht për procesin e emërimit të një anëtari të Këshillit Prokurorial të Kosovës. Nuk kam dashur me ngarku këtë këshill për mos me ndiku ose mos me pas as pak ndikim në procesin e votimit për ankesën e prokurorës Merita Kurtishi Gaga, por së pari kryeprokurori Blerim e ka elaboru pik për pik të gjithë atë që është thënë në ankesën e prokurorës Merita. Ai ka pas qëndrimet e veta pro ankesës dhe unë i kam pas qëndrimet e mia me të cilat kam konsideruar se nuk qëndrojnë sipas bindjes time. Dhe pastaj kryeprokurori Blerim më ka treguar edhe çka pritet nëse ajo bëhet anëtare, sa vota kam i pas Këshilli, sa vota kanë qenë për e kundër. Kelmendi shprehej se vendin e tij e donte Blerim Yusufaj. Ja ditë nuk ishte fort e zakonshme për mua. Dhe për t'ju vënë kapakun në gjithë kësaj bisede, në një moment ai më thotë që ti du me ditë se unë du më bë ushtrues detyre i kryeprokurorit shtetit. Unë i thash, Blera, ata që votojnë për ushtruesin e detyrës, këtë rast për ty, Kodi i procedurës penale ka paraqur një vepër penale, sepse diskriminimi i kandidatëve në një proces të njëjtë, pra përfitimi i një kandidati në raport me tjerë, paraqet një lloj diskriminimi që Kodi e ka paraqur vepër penale dhe të kisha sugjeruar që mos me hyj në këtë, sepse nuk është larg ku duhet të vendos për pozitën e kryeprokurorit shtetit. Ai kur e pa që unë u çova me ja lexu dispozitat e kodit procedurë të kodit penal, u revoltu edhe në mënyrë demonstrative e lëshoj zyrën duke më thonë që ti ki me pa se s'kam të harru kur në jetë këta. Kelmendi në këtë takim të mbyllur shprehej i bindur se ftesa për të dëshmuar për rastin Rrezhaku i kishte ardhur nga Yusufaj. Edhe i tham, më falë, tham, Sami, kushta dha ty këtë letër? Tham, u ma dha shefi jam. Thash, shefi ytë më aprumu? Tha, po. Thash, mirë, në rregull atëherë, boni të falë shefit,